Përshëndetje të gjithëve, shumë faleminderit që jeni këtu në një prag feste shumë të rëndësishëm për qytetin e Fierit edhe të gjithë bashkitë e tjera. Ju uroj gëzuar Pashkët dhe qofshin të bardha, me shëndet dhe begatim familjet tuaja. Ne jemi takuar shpesh kohët e fundit për shkak se kemi nisur tashmë një proces rienergjizimi të Partisë Socialiste. Kemi nisur takimet në çdo organizat bazë, në çdo këshill socialist. Kemi diskutuar, kemi bërë analizën e zgjedhje me një rezultat historik për Sharkun e Fierit, po unë do të thoja dhe për të gjithë Shqipërinë. 12 deputet. Sot në sallë, Asambleja e Zgjeruar është përtej Asambleja e Zgjeruar të Bashkisë Fierit, pasi këtu ndodhet edhe Mallakastra, ndodhet edhe Roskoveci dhe Patosi. Dua t'ju falenderoj për punën e jashtëzakonshme që keni bërë në të gjitha bashkitë ku drejtoni këshillat socialiste, organizatat bazë. Ajo çka keni bërë gjatë zgjedhjeve të majit 2025 është ndoshta e papërsëritshme, ose ashtu siç unë e them gjithmonë, kemi një problem shumë të madh. Ai rezultat na ka vënë para një përgjegjësie, e cila do të jetë shumë e vështirë për ne që ta ruajmë atë rezultat, por unë shpresoj që do t'ja dalim gjithë bashkë. E gjitha kjo ka ardhur për shkak të disiplinës që e ka karakterizuar fushatën, por edhe jetën e partisë në Sharkun e Fierit, të paktën 18 muajt e fundit, por mbi të gjitha një pakti që ne kemi bërë me njëri tjetrin. Ne kemi bërë një pakt për të hapur dyert e partisë, për të mirëpritur këdo, edhe ata që më përpara kanë votuar për parti të tjera, apo kanë pasur bindje të tjera, sepse çdo qytetar ka drejt të ndryshojë bindjet, përsa kohë këto bindje ndryshohen për shkak të rezultateve. Dhe përsa kohë qytetarët vendosin të votojnë Edi Ramën, Partinë Socialiste dhe skuadrën e deputetëve të Sharkut të Fierit, sepse punët që janë bërë dhe mundësitë për zhvillimin ekonomik apo dhe sigurinë e këtij vendi janë të tilla që i kanë ndryshuar mendimin, ne i japim mirëseardhjen atyre dhe patjetër kanë qenë dhe ata kontributor në numrin e jashtëzakonshëm të mandateve që ne kemi marrë, pra rreth 117.000. Në Fier, në Sharkun e Fierit, është shënuar padyshim edhe një rekord tjetër, ai pjesëmarrjes së diasporës. Ky është një shark që nga viti 2021 deri në vitin 2025, ashtu siç gjithë pjesët e tjera të Shqipërisë kanë pasur një lëvizje demografike, e cila konsiston në lëvizjen migratore drejt kryeqytetit apo dhe atë emigratore drejt Italisë apo Greqisë, por sigurisht janë flukse që lëvizin, njerëz që shkojnë dhe që vinë. Megjithatë, numri i votuesve ishte më i vogël nga viti 2021, ndërkohë që votat që ne arritëm të marrim janë shumë më të larta. Për këtë sigurisht ka të bëjë me gjithë frymën e skuadrës këtu, që u aktivizuam të gjithë me vizitat që bëm në të dyja vendet fqinje, dhe dua të falenderoj kryetarët e bashkisë në këtë rast, pasi për diasporën ata kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm përveç koordinatorëve të diasporës që kemi pasur. Nuk do lë pa përmendur edhe Mallakastër. Një Mallakastër që pavarësisht pritshmërive, sigurisht të gjitha bashkitë kanë performuar si kur më parë, e tregon numri i votave, megjithatë Mallakastra ka arritur 73% fitoren e saj, duke vendosur një rekord të ri. Por ky rekord përkthehet në një përgjegjësi të madhe institucionale për gjithë ne. 12 deputet nga 9. Përgjegjësia bëhet më e madhe dhe padyshim edhe kritikat fillojnë dhe shtohen. Ndaj është detyrë e secilit prej nesh që me shumë përgjegjësi, me seriozitet, duke dëgjuar mbi të gjitha njerëzit, pasi siç e thot gjithmonë kryetari i partisë, çaja një hallin dhe kur nuk ja zgjedhni dot. Ky tur i energjizimit
të partisë, patjetër ka detyrat e lëna nga asambleja e fundit, që kanë të bëjnë me përmbushjen e kushteve statutore, duke nisur nga numri 10 i anëtarësisë aktive të çdo organizate bazë, tek zgjedhjet e reja që ne duhet bëjmë për sa i përket kryetarëve, bashkëkryetarëve, atyre të këshillave socialistë dhe gjithë procesin që do të vijojë deri në 35 vjetorin e partisë, që është 12 qershori, me përzgjedhjen e kryetarëve të Këshillit Socialist të Bashkisë. Por, nga ana tjetër, po shërben edhe si një tryez e gjerë, diskutimi, bashkëbisedimi midis nesh dhe antarësisë, dhe mos harroni kur që antarësia e Partisë Socialiste është zëdhënësi më i mirë i Partisë Socialiste, por dhe i qeverisë shqiptare. Për këtë arsye, ne kemi biseduar bashkë, të gjithë kryetarët kanë marrë udhëzimet, kush janë ato tema që ne prekim, sepse dizinformimi, fatkeqësisht, shpesh herë mbulon të gjithë punën dhe të gjithë kontributin e secilit prej jush, duke nisur nga pushteti vendor dhe duke përfunduar tek qeveria. Në këto 12 vite, 13 tashmë, qeveria shqiptare ka prodhuar një produkt përveç rritjes ekonomike, stabilitetit ekonomik, ndryshimit thelbësor në sistemin arsimor, në atë shëndetësor, ndryshimit thelbësor në modernizimin e infrastrukturës të energjisë, ka arritur dhe një produkt tjetër që shpesh e harrojmë. Kjo qeveri ka prodhuar stabilitet politik, që është produkti më i çmuar që ne kemi sot. Ky stabilitet politik, i krijuar me detajet e me shumë mund nga kryeministri Rama dhe nga qeveria shqiptare dhe nga gjithë ju këtu, padyshim është gjithmonë në rrezik, kur nga ana tjetër forcat e tjera politike krijojnë një destabilitet të inskenuar. Flasim për imazhin e Shqipërisë, e cila ndikon me njëherë një sektor i cili është i ri, por ka filluar të konsolidohet, që është turizmi. Ai stabilitet politik, i cili kontribon në ekonominë, në sigurinë e vendit tonë, kontribon në turizëm, në ekonomi dhe kudo, është produkti më i rëndësishëm që ne kemi prodhuar, duke e kthyer Shqipërinë madje si një nga vendet më të rëndësishme edhe për stabilitetin e rajonit. Ndaj komunikimi publik që ne kemi nisur, me një titull shumë të rëndësishëm, të thjesht, por që thot gjithçka, punët e Shqipërisë, është detyrë e deputetëve, është detyrë e kryetarëve të Këshillave Socialiste, por është detyrë e çdo socialisti. Pasi punët e mira nuk mund të mbulohen nga bashkë. Po ja kaloj fjalën me shumë kënaqësi kryetarit Partisë Socialiste. Shumë faleminderit për praninë, për mikpritjen, për gjitha. Besoj që jeni në dijeni të faktit që ne kemi nisur këtë proces në Asamblenë Kombëtare, ku kemi sigurisht përcaktuar një kalendar për zgjedhjen në parti, por njëkohësisht kemi përcaktuar edhe një kalendar komunikimi intensiv në radhë parë me bazën e Partisë Socialiste, duke nisur nga njësit, asamblet, socialistet njësive, dhe përgjatë procesit të zgjedhjes së kryetarëve të organizatave, ne do të vazhdojmë këtë komunikim, i cili do të shtrihet në komunitet kur të përzgjidhen kryetarët e njësisë dhe sigurisht që do të përmbyllet në qershor me kremtimin e 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste. E kemi zgjedhur këtë proces komunikimi sepse na është dukur realisht e domosdoshme që të ndajmë me ju dhe përmes jush edhe me gjithë Partinë Socialiste dhe pastaj edhe me gjithë mbështetësit tanë informacionet
dhe këndvështrimet mbi çështje që na interesojnë të gjithëve, të cilat, siç ju e dini shumë mirë, mbulohen përdit nga tymi, nga balta, nga llumi i gjithë gënjeshtrave, akuzave, shpifjeve, fabrikimeve, thashethemeve që fabrikojnë pasqyrat e kanaleve dhe të portaleve, duke praktikisht synuar në vimësi që të tërheqin vëmendjen e njerëzve dhe mundësisht t'i çorodisin njerëzit për gjërat cilat janë të rëndësishme, siç është për shembull procesi i negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Në ndërkohë që nuk ka absolutisht vend fare në ato pasqyra për punët e Shqipërisë, për ato që janë punë të përditshme jo thjesht qeverisë, por të gjithë asaj pjese dërmuese të shoqërisë që gjeneron punë, që jeton me punë, që prodhon, që shërben e kështu me radhë. Dhe ajo që është më e rëndësishmja është që duke bërë këtë ne ti japim një përmas të re i vetë jetës organizatës Partisë Socialiste. Por duhet të jetë një jetë organizative dhe politike që të ketë në fokus edhe informimin e duhur korrekt të punëve të Shqipërisë në nivel kombëtar, por dhe të punëve të Shqipërisë në nivel vendor, sepse për hir të vërtetës, edhe e them me plot gojën, janë bërë shumë punë dhe janë arritur shumë rezultate, pavarësisht se jam plotësisht i vetëdijshëm që ka plot gjëra që nuk shkojnë apo që duhen korrigjuar apo që nuk janë bërë ende. Sepse që të bëhen gjërat duhen të krijuar mundësitë. Dhe që të krijohen mundësitë duhet punuar me shumë vullnet dhe me shumë durim. Fjala vjen ne nuk është se nuk e kemi ditur që nuk është e drejtë të trajtosh me të njëjtën pagë të gjithë mësuesit, pavarësisht vjetërsisë së tyre në punë. Por nuk kemi pas mundësi që vjetërsinë në punë ta njohim si një arsye ligjërisht për të marrë një pagë më të lartë. Sepse ekonomia, sepse arka e shtetit, sepse llogaritë financiare nuk na e kanë bërë të mundur. Ama sot, jo vetëm për mësuesit, po edhe për mjekët, dhe për infermierët, dhe për forcat armatosura, dhe për punëtorët e policisë, dhe për administratën, vjetërsia në punë njihet ligjërisht si një arsye për të marrë një pagë më të lartë se sa dikush tjetër në të njëjtën kategori, por që është më i ri në atë punë. Ashtu sikundër, sot ne kemi hapur një faqe të re me indeksimin e pagave. Nuk e kemi bërë më parë, jo se nuk e dinim që ishte diçka që duhej bërë, por nuk kemi pas mundësi ta bëjmë. Kemi indeksuar pensionet, po s'kemi indeksuar dot pagat. Dhe kjo ka bërë që pagat të rriten si asnjëherë më parë, por ama inflacioni sidoqoftë ti ngacmoj dhe të mos e lejoj të gjithë fuqinë blerëse që buron nga një pagë, po të marrë një pjesë. Me rritjen e ekonomisë dhe me krijimin e mundësisë, sot të gjitha pagat për të gjitha këto kategori që thash indeksohen. Pra janë rezultate për të cilat është punuar dhe për cilat është dashur durim.
Sikundër janë rezultate për cilat është punuar dhe është dashur durim në të gjithë sektorët. Sot ne nuk e kemi më sekëldin nga njëherë shumë të madhe që unë personalisht për shembull kam përjetuar, kur gjendesha në salla si kjo edhe çoi një pensionist dhe thoshte mirë të tëra, po ne kur do na rritet pensioni. Ishte sekëlldi shumë e madhe sepse ne e dinim shumë mirë që ditën e parë që pensionet ishin të pamjaftueshme, se nuk po them që sot janë të mjaftueshme, po ishin shumë të pamjaftueshme. Mos harroni që pensioni mesatar në Republikën e Shqipërisë, ku ne kemi marrë detyrën, ka qenë 86 euro. 86 euro pensioni mesatar. 86 euro, sa për djeni, është shtesa e projektuar mujore e pensioneve në këtë ciklin e këtij mandati. Pra, ky është ndryshim shumë i madh. Por s'kishim mundësi. Dhe 3 mandatet e para ne kemi fituar pa bërë një premtim konkret për rritjen e pensioneve. Vetëm kur kemi qenë në fushatën për mandatin e 4, ne në programin ton zgjedhor nxorëm një plan konkret për rritjen e pensioneve. Plan të cilin kemi filluar ta zbatojmë në janar të këtij viti, duke bërë një rritje e cila do të 2-fishohet në janarin e ardhshëm, do të 3-fishohet në janarin 2028-s, do të 4-fishohet në janarin 2029-s dhe do të 5-fishohet në janarin 2030-s. Tani, edhe kjo erdhi si rezultat i rritjes ekonomisë. Pra, i rritjes mundësive. Po, në ndërkohë, ajo që dëgjoni ju të tërë, unë fakt me thënë drejtën nuk është se nuk dëgjoj, po kam fituar ca karakteristika nga halli që shumë pak më mbeten në vesh, se më hyn nga njëri vesh dhe më dalin nga tjetri kur i dëgjoj. Por shumë njerëz i dëgjojnë, mërziten, shqetësohen, neveriten, turbullohen, nga mëngjesi deri në darkë, korrupsioni. Okej, tani pyetja e thjeshtë që i duhet bërë çdo njeriu që ka nevojë të di të vërtetën dhe që është interesuar të dëgjojë, se ata që nuk duan ta dinë të vërtetën, ose ata që e dinë vërtetën po s'janë të interesuar të dëgjojnë, ata nuk kanë për ta pranuar kurrë. Pyetja e thjeshtë është kjo, po mirë, si është e mundur që ky korrupsioni është rritur si asnjëherë më parë, ndërkohë që ekonomia është rritur si asnjëherë më parë? Si është e mundur që korrupsioni që nga rritur aty ku s'mban më, po ndërkohë janë rritur pagat, ndërkohë indeksohen pagat, ndërkohë paguhet vjetërsia në punë, ndërkohë po rriten pensionet, ndërkohë rriten investimet, ndërkohë investimet e huaja, cilat kur ne kemi marrë detyrë ishin 300-400 milionë euro mesatarisht në vit, shkuan në 1.6 miliard në vitin e kaluar. Si shpjegohet që të ardhurat në arkën e shtetit rriten si asnjëherë më parë, sepse korrupsioni që të rritet duhet marrë para nga këto. Nuk mund të rriten të dyja bashkë. Është e pamundur. O rritet njëra, o rritet. Nuk ka vende ku rritet korrupsioni dhe rriten në këtë formë edhe pagat, edhe pensionet, edhe investimet, edhe shpenzimet kapitale në tërësi, edhe numri i të gjitha veprave të infrastrukturës dhe që kanë të bëjnë me infrastrukturën madhore apo me infrastrukturën sociale. Është e pamundur.
ne jemi sot në një moment që po marrim rezultate njëra pas tjetrës të punëve që kemi bërë, të themeleve që kemi hedhur dhe të bazave që kemi vendosur. Dhe nëse sot ne jemi në një moment kyç dhe shumë afër një finishi historik për sa i përket antarësinë në Bashkimin Evropian, kjo vjen si rezultat i kësaj pune. Jo më larg se para 2-3 ditësh mora një raport mbi prokurimet publike, jo raport të qeverisë, po raport të organizmave ndërkombëtare mbi prokurimet publike. Dhe të organizmave ndërkombëtare të cilat punojnë për Bashkimin Evropian, që janë organizmat e Bashkimit Evropian, e Komisionit Evropian për prokurimet publike. Rezulton që në prokurimet publike, se korupcioni ku është? Është në prokurimet publike, aty ku administrohen fondet e shqiptarëve. Apo jo. Dhe nëse jo ne, po ata që vlerësojnë prokurimet publike në të gjitha vendet e OECD-s, ku përfshihen gjitha vendet e Bashkimit Evropian, nxjerrin një rezultat që është i shkruar zeza mbi të bardhë me fakte, me shifra, se treguesit e procesit prokurimeve në Shqipëri janë në standardet e mesatarës Bashkimit Evropian dhe më lartë se njësër vëndesh të vetë Bashkimit Evropian, atëre ka një problem të madh me perceptimin. Sepse lufta kundër korrupsionit nuk është thjesht çfarë bën drejtësia, ajo që bën drejtësia është pjesë e drejtësisë. Po dhe atë që sot bën drejtësia, nuk ka asnjëri që ka respekt për të vërtetën që ta mohojë se është rezultat i reformës në drejtësi që e ka bërë Partia Socialiste, është rezultat i faktit që ne kemi pasur vullnetin që të dorëzojmë shpatën e drejtësisë në duart e drejtësisë, për të kthyer tek ekonomia, për të kthyer tek të ardhurat, për të kthyer tek pagat, për të kthyer tek pensionet, për të kthyer tek prokurimet, për të kthyer tek pjesa që nuk është e drejtësisë, por është e mirëqeverisjes. Të gjitha këto flasin për faktin që sot ne problemet me korrupsionin i kemi probleme që duhet vazhdojmë t'i adresojmë, por në mënyrë absolute në Shqipëri nuk e bën ligjin korrupsioni dhe nuk dikton korrupsionin. Kjo është shumë e rëndësishme, duhet thënë, dhe kjo është e vërteta. Unë nuk dua të zgjathem në të pikë, po mund të përballem me çdo me fakte. Kurse me thashë theme, me gjyqe publike, me historira tjera është e vështirë t'ja dalësh, sepse janë historira shumë të rënda që lidhen me interesa, me këndvështrime, me pozicionime që janë të paragjykuara për shkak se natyrisht ne kemi fituar 83 mandate. Dhe të fitosh 83 mandate, normal që ata të cilët nuk i kemi përballë për hir vërtetës se ne përballë kemi vetëm sfidat që duhet fitojmë, po ata të cilët i kemi mbrapa, që na ndjekin nga mbrapa si një lukuni dhe me çdo kush duan që të na ndalin, natyrisht që ndjehen më keq dhe përpiqen të gjejnë arsye në hava sepse fitojmë ne, sepse i marrim ne 83 mandate. Dhe është shumë interesant, sa më shumë ata flasin për keq, aq më shumë ne fitojmë. Sa më shumë ata akuzojnë, aq më shumë ne fitojmë. Sa më shumë ata shpifin, aq më shumë ne fitojmë. Sa më shumë ata rrokanisin kokën e këtij populli, aq më shumë ne fitojmë.